Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Figojeni Allah të robër të Allah dhe pajisuni me cilësi të larta morale, me sjellje të mirë, të cilat Allah azza wa jalla i dën dhe ju afrojnë tek ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Imam Muslimin sahihun e vet, i tha një ditë sahabiut të tij të ndershëm me Shej Abdul Qaisit, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana. Me të vërtetë ti posedon dy cilësi të cilat Allah i don: butësia dhe mosngutja, maturia, butësia dhe maturia. Shikoni robërt të Allahut këto dy cilësi, në mes të cilat u përmbledh çdo e mirë që ekziston. Imam Ibn Rajebi rahimahullah thot në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, al-hilmu huwa kadhmul ghayz wa dabtu an-nafs 'inda thawrani al-ghadab. Butësia është përmbajtja e hidhrimit dhe përqendrimi i vetvetes kur ngrihet nevrikosja, kur njeriu nervozohet dhe i humb mundësitë apo aftësitë e veta, në atë moment ka nevojë për butësi. Me përqendru veten me butësi. Ja përkujtu butësinë vetvetes. Allah azza wa jalla na bofta për ty. Ja Rabbel Alamin. Allah na i përmirësoft dobësitë që i kem dhe Allah i den ato. Allah na bof për ty, ja Rabbel Alamin. Wal anatu hiya at-tathabbut wa tarku al-ajala. Kurse maturia është që njeriu të verifikojë dhe mos të ngutet në fjalë, mos të ngutet në qëndrim, mos të ngutet në pendim, në mendim, mos të ngutet në gjykim, mos gjykoj shpejt, mos flas shpejt, po të përqendrohet, tërheqet, pak shikon gjendjen dhe kur ti qartësohet gjendja në mënyrë të qartë që përgatitet me dal para Allah dhe me thonë që ashtu ishte, atëherë në atë moment merr gjykim, merr vendim, merr fjalë, flet e kështu me radhë. Dhe thot, wal anatu hiya at-tathabbut wa tarku al-ajala. Dhe maturia është që njeriu të verifikojë dhe mos të ngutet, hatta yatabayyana wajhu as-sawab, derisa ta ditë vërtetën ashtu siç është. Wa hatani al-khaslatan aslun adhimun min usul al-hikma. Dhe këto dy cilësi përmbajnë një themel të fortë dhe të madh nga themelet e urtësisë. Njeri i urtë është njeri i butë. Njeri i urtë është njeri i matur, i cili nuk ngutet. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallait ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakt ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna na'udhu bika min al-ghadab. Allahumma ihmina wa aslih sha'nana. اللهم اجعلنا ممن يتحلى بأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدينا إليها إلا أنت. وفقنا لحسن الخلق في القول والعمل في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم اجعل أخلاقنا لك يا رب العالمين خالصة لوجهك، لا نبتغي مدحا ولا غير ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبتغي بالتقرب ويريد التقرب إليك بحسن الخلق يا رب العالمين. اللهم ما توفيقنا إلا بك، عليك توكلنا وإليك ننيب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا وهي كثيرة يا ربنا. اللهم اغفر ما تعلم منا وأنت تعلم كل شيء. اللهم اغفر لنا ما علنا وما أسررنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح حال المسلمين حيثما كانوا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله